Erion Velia ka firmosur nga Qilia shkarkimin e Anuel Aristanit nga posti i kryetares së komanduar të Bashkisë Tiranë, duke ia deleguar përgjegjësitë Sara Goxhajt. Nënkryetari e Bashkisë do të kryejë përkohësisht detyrat e kryetares dhe vendimi për Aristanin i firmosur më 14 shkurt shfuqizohet. Zonja Sara Goxhaj, nënkryetari i Bashkisë Tiranë, të kryejë përkohësisht edhe detyrat e kryetarit të Bashkisë Tiranë. Periudha ushtrimit të kompetencave të deleguara fillon në datë 19 mars 2025 deri në një urdhër të dytë, urdhri numër 366 datë 14 shkurt 2025 për delegimin e përkohshëm të detyrave të kryetarit të Bashkisë Tiranë shfuqizohet. Ngarkohet sekretari i përgjithshëm, kabineti i kryetarit, drejtoria e përgjithshme e administrimit të brendshëm, drejtoria e përgjithshme e medias dhe komunikimit për qytetarët. Për zbatimin e këtij urdhri thuhet në dokument: Aristani u komandua në këtë postë një ditë pas arrestimit të Erion Veliait më 10 shkurt. Vendimi mësohet se u mor në prani të kryeministrit Rama, i cili zhvilloi disa vizita pas arrestimit të Veliait. Velia akuzohet për veprat penale, korrupsion pasiv dhe pastrim parash, të kryer në bashkëpunim me bashkëshorten e tij Ajola Xoxa, e cila po hetohet në mas detyrim paraqitje edhe për mosdeklarim pasurie.